Takimin ndarës pozit-opozit. Para ca ditëve në komunë të Preshevës qëndruan zonjat opozitare deputetët e Parlamentit të Kosovës që vinë nga lëvizja vetëvendosje. Sot një takim zyrtar në komunë të Preshevës qëndruan zonjat opozitare deputetët e Parlamentit të Kosovës që vinë nga subjektet politike Partia Demokratike të Kosovës, Lidhja Demokratike të Kosovës që janë pjesë e qeverisë së Republikës së Kosovës. Ato këtë takim zyrtar, pikë së pari zhvillon një takim me kryetarin e Kuvendit Komunal, zonjën Ardita Sinani. Gjatë këtij takimi ato uruan zonjën Sinani për postën e parë femne që udhëheq me legjislativin, ku temat që u prekën gjatë këtij takimi ishin zhvillimi ekonomik në komunën të Preshevës, si në sferën e kulturës, shëndetësisë e shumë tema të tjera, probleme këto që i tangojnë shqiptarët e komunës së Preshevës, përgjithësi në luginj të Preshevës. Pas takimit me zonjën Sinani, ato takimin e radhës e zhvilluan në kabinetin e kryetarit të komunës së Preshevës, zotërisht Shqiprim Arifi. Arifi, delegacionit të grave deputetët e Parlamentit të Kosovës, ja shpalosi në detaj me problemet që ballafaqohen shqiptarët e kësaj ane, me një papunësi mbi 70%, mungesë të zhvillimit ekonomik të kësaj komune, e shumë probleme në arsim, shëndetësi, e shumë sferave të tjera të jetës, probleme këto që ballafaqohen shqiptarët e kësaj ane. Zonjët deputete premtuan se do të angazhohemi fuqishëm që t'i dalin në ndihmë shqiptarët e kësaj ane, t'i ndihmojnë që të rikëmbin ekonominë në këtë komunë përmes odës ekonomike, po ashtu edhe në arsim dhe shumë sfera të tjera që kanë nevojë shqiptarët e kësaj ane. Takimi ka qenë pikë së pari njoftues edhe për urues, për ndrimin e pushtetit lokal këtu dhe ardhjen e koalicionit në pushtet, kjo ka qenë një herët. Gjithashtu ka qenë vllazëror, nëse më lejoni të them kështu, njoftues me njëri tjetrin dhe kena diskutuar edhe për problematikët të cilat ekzistojnë këtu. Është shprehur një dëshirë që të njoftohen edhe më detajisht me problematikat tona dhe të bartën në institucione, sidomos të Kuvendit të Republikës së Kosovës. Dhe gjithashtu kena biseduar edhe për marrëdhënien të ardhmen, se si kanë mundësi të zhvillohen o të konkretizohen edhe më mirë nëpërmjet projekteve të ndryshme, në fusha të ndryshme. Dhe kjo ka qenë një takim për mua shumë i afërt edhe i shumë emocionues, për arsye se kena pranuar sot një delegacion nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, i cili ka shprehur shumë dëshirë me qenë këtu, e cila ka qenë e emocionuar, qoftë më lejoni të them kështu, për qëndrimin e tyre këtu, dhe kjo neve edhe një herë më shumë na ka ndikuar pozitivisht. Shikoni, ne i thash deputetëve, ne në Preshevë kena nevojë çdo kond për gjithçka. Do thotë nuk jena përcaktuar në një fushë konkrete, normalisht që ka prioritete të ndryshme, e cila është, për shembull, zhvillimi ekonomik, ajo është një prioritet i nevojshëm, mirë, po nuk jena fokusuar vetëm në atë, por ka ndonjëherë prioritetet duhet të ndërtohen edhe sipas rrethanave. Ne duhet të kuptojmë kompleksitetin e situatës ku gjendemi dhe rajoni ku gjendet. Dhe kështu që në bazë të mundësive të situatës e cila jep, ne edhe kena më qasën, kena me qenë shumë pragmatik dhe mendojmë që kena me materializuar projekte në të mirë në qytetarëve. Pak ka qenë një takim më tepër informues. Ne si bashkë me kolegët e mia deputetët Parlamentit Kosovës, sot ishim një takim të them jashtëzakonisht miqësor me kryetarin e komunës së Preshevës, po ashtu edhe kryetarin e Kuvendit Komunal këtu. Dëshira jone ishte në radhë parë që të përcjellim urimet për detyrat e reja që i presin edhe kryetarin e re. Ne do të jemi mbështetës së gjitha projekteve që do të ndodhin në mes shqiptarëve të Kosovës, po edhe shqiptarëve këtu. E shfaqëm hapur bashkëpunimin tonë, biseduam konkretisht për shkëmbimet ekonomike, u hap ideja që të kemi shkëmbime në rrafshin ekonomik, u dha si opsion që të jetë një odë ekonomike, cila do t'i ndihmon të shumë qytetarëve të kësaj ane. Po ashtu, si sfidë mbetet edhe çështja e papunësisë, nga kryetari u informuan që është shkalla shumë e lartë e papunësisë, janë 70% të qytetarëve të cilët janë të papunë dhe kjo shton më tepër nevojën që ne të fokusohemi më tepër në këtë drejtim. Shkëmbimet mes të po ashtu të ministrive, të
kulturës, është një memorandum i mirëkuptimit që ka dalë nga rezoluta që është votuar në Parlamentin e Kosovës në vitin 2013 dhe që ka pas po ashtu edhe pika konkrete që kanë fillu të finalizohen ndërmjet komunës së Preshevës po edhe Bujanovcit dhe qeverisë së Kosovës. Unë mendoj që janë hapa konkret dhe kryesisht jemi ndalë tek bashkëpunimi që do t'jetë në pikat konkrete dhe kyçe ndërmjet qeverisë Kosovës dhe Parlamentit Kosovës, po ashtu edhe ndërmjet shqiptarëve këto dhe institucioneve këto gjithsesi. Kjo vizitë ka qenë e paralajmëruar para 3 javë, ne kemi kryer gjitha përgatitjet 3 javë më herët, janë të informuar edhe kryetari dhe kryetaria Sinani. Për shkak të seancës plenare vizita shty për 2 javë dhe ne kemi qenë në kontakte të vazhdueshme. Ideja jonë ka qenë që të takojmë gjithë spektrin politik në Lugin, të ketë një unifikim dhe gjithë përfshirje të spektrit politik këtu. Mendoj që është mirë që dëgjojmë argumentet e të gjitha palëve dhe të kemi qëndrime të qarta kur të kthehemi në Kosovë. Sot është një ditë e veçantë për neve, për shqiptarët e Preshevës, e sidomos është një nder i veçantë për mua, një respekt, se ardha e zonjave të nderuara deputetët të Parlamentit Republikës Kosovës. Këtë rast jo vetëm se në rast të mirëseardhje, po ishte gatishmëria e bashkëpunimit në të ardhmen. Ky bashkëpunim që nuk e kemi pasur deri më tani, këto takime aq të fryqme deri më tani nuk kanë ekzistuar asnjëherë dhe janë një faktor shtytës. Nga zonjat e nderuara unë mora për krahje pikëpari si femër udhëhese e një kuvendi komunal, por edhe mora për krahje dhe bashkëpunimin për zgjidhjen e çështjeve kruciale me cilat ne ballafaqohemi në komunën e Preshevës. Duke kueceka unë më herët edhe në takime se papunësia është diku 70%, jemi rajoni më i pazhvilluar ekonomikisht, kemi problemet me tekstet shkollore, me nostrifikimin e diplomave, mosnjohjen e diplomave, paraqitëm kërkesat e tona që edhe pjesë e bisedimeve të jenë edhe këto rreth bisedimeve në Bruksel të Kosovës dhe të Serbisë. Pastaj paraqitëm edhe disa opsione se i përket zhvillimit ekonomik në krijimin e fondeve të përbashkëta zhvillimore, duke pas mundësinë dhe përvojën e tyre që të na informojnë dhe të na ndihmojnë në konkurimin e IPA fondeve të përbashkëta, kufitare ndërmjet kufitare, sepse jemi ne në kufi, jemi rajon ku mes Maqedonisë, jemi kufi edhe me Kosovën. Produktet e tona të prodhuesve tonë bujqësor nuk mund të lansohen të plasohen përpos Preshevës, e cekëm edhe këtë problematik dhe shumë problematika tjera dhe me që këto gra të nderuare janë edhe pjesë e qeverisë janë në pushtet, unë jam e bindur sepse të gjitha këto problematika me cilat ne ballafaqohemi do të shkojnë direkt aty tek qeveritar, tek ekzekutuesit dhe besoj se në hapat vijues do të kemi hapa konkrete për zgjidhjen e shumë problemeve. Diskutuam edhe rreth kuotës studentëve, rreth vendeve caktuara në përkonvikte studentore dhe shumë problematika me cilat ne këtu po ballafaqohemi. Është jashtëzakonisht një takim shumë frytdhënës, nuk është i fundit ky, do të kemi edhe takime tjera. Kemi ftesën që në ditët vijim të shkojmë direkt atje si në kuvendin, në Parlamentin e Republikës Kosovës, si në qeveri, si në ministritë e ndryshme, ku mundemi direkt aty të ballafaqohemi me kërkesat e tona. Dhe këto janë shumë domethënëse dhe unë jam shumë falënderuese për zonjat e nderuara. Me të vërtet është një privilegj që me njëherë pas marrjes së detyrës të kemi një përkrahje kaq të madhe dhe një inkurajim për ne dhe një forcë, një shtytje për të vazhduar përpara. Zonjat deputetët e Parlamentit të Kosovës vizitën e tyre vazhduan në komunën të Bujanosit për të takuar me zyrtarët e lartë të kësaj komune.